Kryedemokrati Sali Berisha zhvilloi takimin e radhës me qytetarët e Korçës. Prania e Berishës në Korçë përkoi me 35 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Demokratike në qytetin Juglindor. Në fjalën e tij, Berisha theksoi se Partia Demokratike është vetmja forcë politike në vendet ish-komuniste që vijon të jetë e fortë. Ai tha se PD-ja arriti të bëjë ballë projektit Shqipëria pa opozit dhe se si sot vijon të jetë e vetmja shpresë për shqiptarët. Partia Demokratike dhe opozita, e cila ka të gjithë trashëgiminë e saj, ka të drejtën me vete, ka guximin e qytetarëve. Në javë që vinë, Edi Rama do e përcjellin në honët e historisë, në banesën e turpit për vjedhjet që ka bërë. Kjo kërkon nga çdo qytetar, kërkon nga çdo demokrat dhe demokrat, protest paqësore të qëndrueshme. Kur mos nuk duhet të humbasim në ordin ton. Të gjitha betejat i kemi fituar me qëndresë paqësore. Paqja është shumë herë më e fortë se të gjitha të tjerat. Erdhën me rebelim në 97-ën, i përzum me votë, grabitën votën, do t'i përzëm përsëri këto muaj së bashku. Ne do fitojmë, rrofshi ju, rroft Korça, rroft Shqipëria. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike zhvillonte foltore në Korçë, ish deputeti demokrat Ervin Saljani, tashmë i përjashtuar nga Partia Demokratike, vijonte takimin me demokratët e Shkodrës.